këtë këtë namaz që duke falë për Allahut azza xal. Këtë kënaqësi që Allah po ta mundson. Nuk ka pse ti më aq shumë e ke gjetë këtë formë atë. As nuk je pse je shumë i fortë. Krejt është begati për Allahu xhallahu ala. Të ka ndëruar Allahu subhanahu wa taala, të ka veçu. Jo çdo kujt Allahu ja ka mundsuar me nejt për para atë. Jo çdo kon Allahu xhallahu ala ka ndëruar me mundsinë që me komunikuar me Zotin xhallahu ala. Ka shumë më të pasur se ti atë. Ka shumë më të bukur se ti. Ka shumë më autoritativ se ti. Ka shumë më të mëaqëm se ti. Ka shumë më me ti, gjithçka ka më shumë se ti. Kur të kthyer pse unë nuk ush me gjë pse ti. Nëse çdo cilësi që mundesh me e përzjedh, pse Allahu të ka mundsuar me nejt për ati, e gjon këshillak, dikush e ka më të mirë se ti. Hiç më larg me shkuap. E pse? Mashhadul minne thotë me qejmi, veç të ka dashme të paqe to. Ai e dim pse. Ai të ka përzjedh apo. Ai po të përzjedh, apo pe shumë brellësave të rrugaqeve të rrugës, po të përzjedh me konçito. Edhe pet rrugaqi del përpara. Kjo nuk lën me shëtit shumë apo. Kjo të bën me pretuni din posaçmë apo. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në Kur'an, sikur në surën Al-Hujurat për shembull, lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allahu xhalla xhelaluhu është ai që apo habbaba ilaykum al-iman, wa ka bërë të dashur imanin, e ka hieshu, e ka stolis, e ka zbukuru atë në zemrat e juaja. Andaj para që fandinesh kur ti ndër namaz, Allahu akbar, dhe thosh subhanallahu, çfarë begatie tash këtë kohë kur un po falna, apo që Allah ma ka ndru me konë namaz, sa të tjerë Allah Gjellore i ka angazhu duke hartu plane qysh dikujt me këqyn qafë, qysh dikujt me avjet pasunin, qysh me shku me kalu dikun konë haram. Hëtë kujtuan shumë njështë ti në gjemë emna më mbi emna, apo që ta është në qatë ku, jënë të bo qatë njëtë në punë. Për e tanë ti se ke pas mëzik që ti me konë, duke u shetit nga hidnimi Allah, hidnim të Allah të gjellë. Nërsa Allah Gjellore të ka begatu dhe të ka barë nga hidnimi ti në knacin e ti jepëtën, në dashurinë ndaj tij atë. Në atë që Allahu xhallahu ala dan. A nuk është kjo në ndjenjë posaçme apo që të bën mundi shumë i gëzum pse jeni këtë vend? Sa më të shumë nga dunia atë. Po vallahi namazi është më i mirë atë. Pa më pretu këtë atë. Mirë po nëse ka në vend dikun që veç VIP të shkojnë apo edhe të thirrin ty këtu apo sa njëri kënaq këtu skajt këtu ata që shumë të pretojnë kënaqë të ne nuk harron sa është sahati apo harron sa është sahati nga kënaqësia që po rrin me dikon që nuk ka bashkallaj me net me ta, edhe kur të kthehet tek shokët e vet ka çka kallzon ja se keni pa në rrugë me kon komunajt tonë apo ku është kjo ndjenjë kësaj begatie që Allah të ka nderuar me kon rrënia dhe me kon komunajt të parë unë isha tonë me Zotin e gjithësisë.